Për shembull, unë të them vetëm një fakt. Në kohën që unë kam bërë sport, kur isha që në moshën po flas 18 vjeç dhe deri në 28 vjeç, që unë kam lënë shumë i ri, se u bllokuan rrugët jashtë shtetit, kanë qenë 3 ekipe kombëtare që unë për shembull, kur bënte profesor Yllia Golli, na bënte testet, në çdo sport ka testet e veta për të parë performancën. Ka teste në kërcim slarti, në kërcim zgjati, në hedhje në 800, në 100, pastaj ka hedhje me kukulla, që ti për shembull në 1 minutë duhet për 10 sekonda ta hedhësh maksimalisht që të shkojë, do më thënë, acidi laktik në gjak të punoj, mos kesh oksigjen, dhe pastaj në 50 sekonda ta hedhësh 10 herë. Dhe ti kur të shikoje, kur të mbaroje këtë lloj testi, unë dhe Kadri Nuri, na thoshe profesor Ylli, thoshte, testet që jeni ju janë testet si ka një kampion bote. Do më dhe ne stërviteshim shumë, 3 herë në ditë, ka pasur mundja sportista të jashtëzakonshëm.